Falënderim për komunitetin shqiptaro-amerikan në New York, New Jersey dhe Connecticut, shkruan lidhja qytetare shqiptaro-amerikane. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen në festimin ditëlindjes së legjendave të veprimtarisë të buse në Washington, Gjo Dioguardi dhe Shirley Dioguardi, shkruan Agima Liçkaj. Kjo ishte era e parë që komuniteti ynë i madh në mënyrë të bashkuar bëri diçka për Gjo dhe Shirley pas 40 vitesh punë të palodhur dhe historike për çështjen shqiptare në Amerikë. Me këtë ngjarje të rëndësishme ftuam shumë udhëheqës komunitetit, të cilët gjatë 4 dekadave kanë punuar me Gjo dhe Shirley dhe Ligën Qytetare Shqiptaro-Amerikane. Ftuam themeluesit, ish anëtarët të bordit dhe anëtarët e rinj të bordit, ftuam gjithashtu udhëheqës të shumë organizatave shqiptaro-amerikane të vjetra e treja. Jemi të lumtur me përgjigjen e ngrohtë dhe me nga ata që nuk mundën të marrin pjesëmarrja e kryeministit të Kosovës, zotit Abil Kurti, e bëri këtë ngjarje edhe më të rëndësishme dhe të veçantë, respekti, madje dashuria për Gjo dhe Shirley, kryeministi Kurti, dhe për njëri tjetrin është mbreslën se u përpoqëm me gjithë forcën t'ju mirëpresim, t'ju akomodojmë secili prej jush në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse e dimë që të gjithë e meritoni vëmendjen më të madhe. Në fund të fundit shpresojmë që të gjithë të kuptojnë se kjo është dita e Gjojit dhe Shirleyt dhe askujt tjetër ja dolën banë së bashku. Ata ishin jashtëzakonisht të lumtur.